Nuk është vetëm Partizani që ka oscilacione, po të shikosh gjithë ekipet, Egnatja e ka pas pak më të minimizuar, po i ka pas. Vllaznia, mos harrojmë se ka disa fitore radhasi, por përpara këtyre fitoreve kishte një kurb në rënje. Nuk është vetëm në kampionatin tonë, është vetë specifika e kampionatit, ne nuk e kemi një lokomotiv, një skuadër lider, jo më të mendojmë që të kemi disa lidere, do të thonë vetë pozicionin tabelën e klasifikimit flet për oscilacione, kështu që nuk është ndonjë diçka e papranueshme. Sa i takon dy ndeshjeve që citove, me të vërtet fitojnë ndaj Bylisit, por nuk ishte një Partizan që mu më ngroj, në lojën që pash. Nuk e ditë që këndvështrim kanë ata njerëzit që janë brenda klubit, po i takon atyre, gjithë secili ka pikpamjen personale, dhe mendoj që ndërkohë që ndaj Elbasanit dhe Elbasani deri në fund e tregoi atë grintën që ka një marsh më shumë se Partizani, sepse luante në fushën kundërshtare me karton të kuq mos gaboj. Dhe deri në fund nuk u dorëzua. Kjo tregon që Partizani ka akoma një malore shumë fort, e pranon se pranon kaçën, janë verdiktet e kampionatit që e vendosin. Gjithsecili kërkon që pozicionohet mes më të mirave, por nuk është e lehtë sepse gara është shumë e ngjeshur.